Shqiptarët luan në komente, por dele para hajdutëve të pushtetit. Shajnë portalet, kërcënojnë gazetarët, bëjnë trimin nga tastiera, por përballë politikanëve që i kanë rriepur për 35 vjet heshtin, përkulen ose duar trokasin. Artikulli. Ka një skenë që përsëritet çdo ditë në Shqipëri dhe tashmë është bërë turpi ynë kolektiv. Mjafton një lajm, një denoncim, një status, një artikull dhe menjëherë shpërthen stuhja e komenteve, sharje, ofendime, kërcënime, fjalor i ndyrë, trimëri prej bodrumi dhe egërsi prej tastiere. Në komente dalin burrat, trimat, patriotët, moralistët, mbrojtësit e kombit. Të gjithë gati për të shyrë gazetarin, median, portalin, çdo që guxon të thotë një të vërtetë që u prish rehatin. Nga pas ekranit bëhen bisha. Në privat dërgojnë SMS kërcënuese. Në komente derdhin një lumë urrejtjeje që të bën të mendosh se ky popull qen ka plot me njerëz të vendosur, të fortë, të papërkulur. Të krijohet ideja se kemi të bëjmë me një shoqëri që nuk fal, që nuk toleron, që reagon, që digjet për drejtësi. Por sa po kthen kokën nga politika, aty sheh fytyrën e vërtet të këtij absurdi kombëtar. Sepse të njëjtët shqiptarë që në komente bëjnë si ujqër për 35 vjet kanë pranuar të sundohen nga një kast politikanësh që i ka vjedhur, i ka tallur, i ka varfëruar, i ka përçar dhe i ka lënë pa shpresë. Të njëjtët që kërcënojnë gazetarin për një shkrim, nuk nxjerrin dot një fjalë me të njëjtin tërbim ndaj atyre që ua kanë grabitur shtetin para syve. Të njëjtët që bëjnë moral në Facebook, heshtin kur duhet të flasin kundër korrupsionit. Të njëjtët që bëjnë trimin me portalet, bëhen me mec përballë pushtetit. Dhe këtu lind pyetja që djeg më shumë se çdo sharje, a kemi trima në këtë vend, apo kemi vetëm trima tastiere? Sepse trimëria nuk është të shash një gazetar që nuk ta kthen dot me band pas shpine. Trimëria nuk është të bësh gangsterin në komente e të ndihesh i fortë nga anonimiteti. Trimëria nuk është të kërcënosh një portal në privat si burracak që e di se ekrani e fsheh. Kjo nuk është forcë. Kjo është mjerim. Kjo është frikë e maskuar me zhurmë. Kjo është pafuqia e atij që nuk guxon të prek të fortin, ndaj kafshon të pambrojturin. Shqipëria është mbushur me luan tastiere dhe me sklever përballë pushtetit. Kjo është tragjedia jonë. Nuk na mungon zëri për të sharë njëri tjetrin. Na mungon kuraja për të ngritur kundër atyre që na kanë marrë peng jetën. Nuk na mungon guximi për të fyer në komente. Na mungon shtylla kurrizore për të kërkuar llogari aty ku vidhet buka, dinjiteti dhe ardhmja e shqiptarëve. Për këtë arsye politika e Kalbur ka mbjetuar kaq gjatë. Jo vetëm sepse ka qenë e fortë, por sepse ka përballë një shoqëri që di të shpërthejë vetëm aty ku nuk rrezikon asgjë. Një shoqëri që di të bëjë zhurmë, por jo qëndres. Një shoqëri që di të kërcënojë në inbox, por jo të përballet në shesh me hajdutët e pushtetit. Një shoqëri që shpesh zgjedh të jetë e egër me viktimën dhe e butë me grabitçarin. Kjo është arsyeja pse të korruptuarit vazhdojnë të sillen si pronar të vendit. Sepse e din shumë mirë me kë kanë punë. E din se një pjesë e madhe e këtij populli e ka zemërimin të lirë vetëm në internet. E din se aty ku duhet revolt e vërtet, shumë kush zgjedh justifikimin, tifozllëkun, heshtjen ose servilizmin. E din se shqiptari shpesh e ka më të lehtë të sulmoj një status se sa të ngrej kokën ndaj një politikani që i ka rriepur familjen brez pas brezi. Dhe pastaj habitemi pse jemi këtu ku jemi. Habitemi pse vendi zbrazet. Pse të rinjt ikin. Pse drejtësia ecën me paterica. Pse hajdutët bëhen milioner dhe qytetari ndjehet gjithnjë e më i vogël. Nuk është vetëm sepse politika është e poshtër. Është edhe sepse shoqëria ka mësuar të jetë e ashpër në vendin e gabuar dhe e nënshtruar aty ku duhet të jetë e pamëshirshme. Mjaft më me këtë teatër të neveritshëm të trimërisë në komente. Shqipërisë nuk i duen më burra ekrani, as heronj të tastierës, as gangster të inboxit. Shqipërisë i duen qytetar me karakter, me dinitet dhe me guxim real për të mos u përkulur më para hajdutëve që prej 35 vitesh e trajtojnë këtë vend si plaçk lufte. Sepse e vërteta është brutale, nuk na kanë mposhtur vetëm politikanët e korruptuar. Na kanë mposhtur edhe frika jon për t'u përballur me ta. Na kanë mposhtur edhe zakoni për të lejur poshtë dhe për t'u përkulur lart. Dhe derisa kjo të ndryshojë, Shqipëria do të vazhdojë të ketë shumë luan në komente dhe shumë pak njerëz që guxojnë t'i dalin zot vendit të tyre në jetën reale.